Dita gjithë, atëre sikurse do të ditur në mbështetja e detyrës së presidentit sapo në takimin me përfaqësuesit e partive parlamentare të cilët kanë deputetë zgjedhur në legislaturën e 11 dhe u dakuduam që ashtu sipas tesës me datën 6 gusht të mbohet seanca konstitutive e legislaturës së 11 sipas rendit të ditës, i cili është caktuar me rregullore, pra duke filluar që nga themelimi i komisionit që verifikon mandatet e deputetëve, pastaj vetimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit apo kryetares së kuvendit dhe pastaj edhe e kryesisë së kuvendit. Natyrisht, paraprakisht do të bëhet edhe mbledhja përgatitore me datën 3 gusht, kur do të definohet edhe në aspektin formal rendi i ditës dhe përcaktimi për fillimin e seancës së përcaktuar nga mbështetja e detyrës së presidentit. Si lëvizje dhe vendosje, si subjekt që ka fituar zgjedhjet, jemi të gatshëm dhe necesitojmë që të konstituojmë të gjitha institucionet edhe të vazhdojmë punën me kompetenca të plota në legislaturën e 11 në qeverinë e Republikës së Kosovës e pastaj edhe në pozitën pra me punën e presidentit apo presidentës zgjedhur brenda afatit të përcaktuar. Kur zonja Navati arriti së shpejti të nisi takimin në ditën e Demokratisë së Kosovës? Ju e dini që kryeministri Kurti kishte ftuar në takim kryetarët e PDK-s dhe të LDK-s. Dhe pas zhvillimeve të fundit në LDK, ishte kryetari i LDK-s, zotëria Begjiku, që njoftoi që ka pezulluar takimet, ndërkohë që dje pas rikonfirmimit të zgjedhjes së tij si, vazhdimit të punës së tij si kryetari i LDK-s, ai deklaroi që ka marrë edhe autorizimin nga kuvendi që të vazhdojë me bisedimet me kryeministrin Kurti. Ne natyrisht se mirpresim këtë vendim të kuvendit edhe presim që të vazhdojnë diskutimet e dakordimi sepse vendi ka nevojë që sa më parë të vazhdojë puna në të gjitha institucionet me mandat dhe kompetenca. A filet këtë sot? Tani kjo është çështje që do të vendoset në mes të edhe kryetarit të lëvizjes dhe vendosje edhe të kryetarit të LDK-s. Unë besoj që në afatin më shkurt të mundshëm do të vazhdojnë diskutimet në mënyrë që të vazhdojnë punën. Do të jeni sërish e grupit parlamentar dhe në legislaturën e re? Ato janë çështje që do të diskutohen në forumet e partisë, nuk ka ndonjë qëndrim deri më tani për pozita. E rëndësishme është që të vazhdojë puna të konstituohet kuvendi, ndërkohë që secili nga deputetët e zgjedhur besoj që të takojnë me pozicion. Ka një marrëveshje me parim me LDK-n për cilat pozita mund të lëshoni dorë dhe mund t'ja ofroni LDK-n? Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije dhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Begjiku, ka qenë në një frymë konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje, deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishme është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston natyrisht do të gjendet edhe si. A do delegohet zotë Akim Batijesh që t'i kërkojë vota sërish LDK-s sikur herë me kaluar që kërkon? Besoj që kryeministri Kurti do të vazhdojë punën e tij me kompetenca dhe përgjegjësi, sikurse ka bërë, pres natyrisht që edhe subjekte të tjera politike të bëjnë të njëjtin gjë, të jenë në nivel të përgjegjësive të tyre, ndërkohë që pres që secili deputet që ka fituar besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata në kuvend, të jetë në kuadër të përgjegjësisë së vet dhe të marrë pjesë në procesin e përgjedhjes së presidentit apo presidentes në votën për kundër apo me abstenim, sepse qytetarët na kanë besuar që t'i përfaqësojmë ata dhe jemi pjesë e vendimmarrjes. Kështu që natyrisht presë dhe projekte që ta mbetjave që të vazhdoni të sjellni këtë ngjarje me përgjegjësi dhe seriozitetë. Zonja Navati e fundit për me aleancën do të synoni një takim për të diskutuar të pjesat e tyre meqense mund të nevojshme edhe votat e tyre për presidentin për rast. Ju e dini që kryeministri Kurti ka dërguar 5 takime dhe kryetarit të aleancës, ndërkohë që në atë kohë ka pas një qëndrim nga aleanca se nuk janë të gatshëm të takohen. Tashmë qenë se po afrohet dita e konstituimit të kuvendit, unë pres që të reflektojmë edhe natyrisht të marrim pjesë në takime, po përtej kësaj edhe të bëjmë pjesë në procesin e përgjedhjes së presidentit apo presidentes.
Zonja Nagaf, që ketë përfund për nga rëndësia, a është kandidate konsensuale për juve si shef e grupit parlamentar Vjosa Osmani për presidente? Tani e din që jemi në një momentum të ri, i takon kryetarit të LDK-s, i cili ka marrë mandatin prej kuvendit, që të zhvilloj diskutimet me kryeministrin Kurti, ndërkohë që unë besoj që do të kemi parasysh secili prej nesh, edhe besimin, gjatësisht, përgjithësinë që na kanë dhënë qytetarët me votimin e tyre, secili prej nesh përfaqësojmë një peshë politike e cila është rezultat i qëndrimit gjithësisht vullnetit të qytetarëve dhe këtë duhet ta respektojmë në plotësi secili prej nesh, qoftë si subjekte politike, qoftë si individ. Faleminderit shumë.